Drino jemi. 3-2-1. Jemi gaz Drino. Mirë se na erdhët, mirë se erdha dhe vetë, mirë se u bashkuam. Mirë se jemi. Mirë se gjetëm zotët e shtëpisë. Mirë se jemi mbas live-it. Po ajo bukuroshja e fjetur ku është? Te e fundit. Për Monikën ka fjalën, vazhdon është në Prishtinë, kam përshtypjen. Përshëndesim Monikën. Mirë, jemi në Post Big, tash më jeni mësuar që ta shikoni edhe në live-et në Instagram, jemi të katërt, unë, Meridiani, Dasara dhe Monika, por pa kaluar gjithmonë 24 orë nga Prime, ne mblidhemi në këtë studio pikërisht për të bërë komentet. Ta nisim pak me Dasarën, megjithëse të gjithë mund të japin opinionin e tyre, po vetëm për të ruajtur një radhë të komentesh. Nëse do të pyesë çfarë mban mend nga dje, që të ka gjetur shumë. Mbaj mend pa dyshim përveç historisë së Malit, se ajo më bëri një çik përshtypje, pa është histori personale dhe Big Brother i presim këto. Faktin që kur hyri brenda, Stina fjeti gjumë, por kur ju desh të fliste, ja prishi lojën Mirit Xhikës. Unë vjen gati një çik keq për këtë, në kuptimin që sepse, kisha pritshmëri nga Miri, e di që përjashta se çfarë teorie kishte në kohë kur të futej aty brenda. Do të na dole në shteg në hapi debatin që ka nisur Miri Stina. Të mante mend Dasara, po çama e Jo, kjo është menon. ajo që më ngeli mua në mendje, po. Ndërsa mua më ngeli mendi që pas 3 prajmesh lideri i shtëpisë e mori vesh se kush ishte opinionist. Po pra, fakti edhe mua ma bitja, si ka mundësi që Nuk e di. Po nuk e dinte apo Jo, po ajo tregon domosdoshmë se sa i fokusuar ka qenë ai, se sa i vëmendshëm ka qenë. S'ke kuptuar se ai donte ti përshëndeste, domethënë që ti Unë nuk e di, po mënyrën se si e tha ai, domethënë tregonte që në atë moment e kuptoi që Monika Kryemalli ishte opinioniste e Big Brotherit. Ashtu të dukti apo ja Jo, artikuloi ai? ashtu e tha mënyrën se si artikuloi ai. Tani, dua të nisim pak me debatin Miri Stina, po e qynë debatin, megjithëse mes tyre nuk është se patin debat ata u ruajtën shumë. Jo, po ka vazhduar edhe sot ndërkohë gjatë ditës, vazhdojnë ato me hidhje pritje dhe duket sikur Stina është futur në lojë tani. Tani më bëri përshtypje ajo deklarata e arbrit që Stina po i ruan plumbat, që kur të godasi, ato plumbat janë të forta, Dgjoj, në fakt direkt mas Prime-it edhe mua ka bërë përshtypje reagimet e Stinës pastaj, sepse u mundoi të tregoj banorëve të tjerë që kjo është fytyra e vërtetë e Mirit. Pra që u merrte me tashatheme, që u munonte të godiste, që u munonte të merrte lojtarët i përdorte si ushtar, dhe fakti që gjatë gjithë Prime-it ai rrinte i shtrirë dhe qeshte me rëni tregonte se kur e kishte kapur si lojë. Dhe unë mendoj që nëse marrëm gjatë live-it dje, ta thash drejt që unë mendoj që sonte do filloj loja Bigut, sepse ja dojen klipet që janë të përgatitur, do shikojnë tashathemit që janë bërë në përkërvate, atë çfarë do pastaj produksioni të serviri më shumë dhe që ta vëjmë më shumë pa. Ajo u serviru pa, debatet filluan direkt tek darka, ku fillon ironit me njëri tjetrin, duke filluar me sot para ditë pastaj që kanë qenë gjatë gjithë kohës. Çfarë doli dje një gjë që nuk ishte parë banorët, u zbulua diçka dje? Që nuk ishte parë më përpara. Kam përshtypjen ajo e vajzave, marrëdhënia e Mirit me vajzat. Ishte diçka që po punon edhe nga kampi i gocave, si më thënë, po nisi ai do punoj nga të gjitha kampet, sa ai ka shfutur me idenë që do që ta fitojë dhe deri tani ti pare me dëshirën e madhe për të qenë lojë dhe për ta fituar, mirë keq Miri Xhikës është. Se unë them për shembull që Stina ja prishi lojën me një tek fjali, Miri Xhikës. Jo, nuk është Xhikë, Xhiku është shkurt, por është Miri Xhikës ai, po. I West Side Family, nëse, sepse është edhe një Miri Xhikës tjetër. Po nuk është. Xhiku ka siç jam Uzini Dreqo. Domethënë është një lloj pseudonimi, por ama emrin e artit që kur ka filluar me West Side Family ka Miri Xhikës, por nuk ka lidhje me atë Mirin e Xhikës atë tjetrin, domethënë që mos ta ngatrojmë. Atëherë Miri është personazh i fortë. Jo, ka hyrë, është i vetmi që ka treguar tipare për të fituar. Tani, të kalojmë te Selin që jo është bashkangjitur aty. Sado që Selin mund të dojë ta bëjë lojën, e ka avantazhuar Mirin automatikisht duke i thënë, po jem lojë bashkë, domethënë ti je, po jam dhe unë. Edhe pavarësisht debateve që u bën dje, unë mendoj që Selin është mbas Mirit. Si lojtare fortë. Domethënë është mbas atij, domethënë ai e ka krijuar atë situatën e vet që është ai pari dhe ajo mbas që e ndjek. Këtë marrëdhënie apo e krijoi Miri? E krijoi se jo, po një sekondë, nëse Selin nuk do kishte bërë atë historinë, jo po u disrespektova, jo pse më futet në krevat dhe pastaj të rrinte dhe pastaj të pranonte, nuk do ishte dukur kështu. Fakti që ajo domethënë linja që e ndoqi atë, një herë u bë pishman, pastaj i pëlqeu, po sikur mos ndoshta ky Miri duket sikur është tip që do me lujt edhe unë mbas atij krijoj një dinamikë edhe rri këtu brenda, e bën atë të dytën. Më kupton vetëm. Dasa ne gjithë e dim që Miri e ka përdor Selinin, pavarësisht ngacmimin që i bëri arbit. Unë mendoj që ngacmimi që i bëri arbit ishte i gjetur.
për ta karikuar më shumë Mirin. Kur i tha që unë mendoj që Selina ka përdorur Mirin. Dhe Mirin kjo gjë e futi pastaj në mendimin mas Prime-it. Unë shikova Mirin që u fokusua pastaj duke marrë me Armelën. Pra donte të kalonte diku tjetër, të kishte fokusin diku tjetër, mendon se Selina e ka tash si ushtar të vetën, mund ta përdori sa ardoi. Edhe Drini di shumë mirë që e ka? Unë mendoj që e ka. Unë mendoj që e ka, sepse ti e di shumë mirë Drini aty çfarë do të thotë kesh një banor në krah që kur bëhet një debat ndonë në gjumë ti të marrësh vesh informacion se çfarë është bërë. Dhe unë mendoj atë po bën. Është i vetmi lojtar për mendimin tim që ka hyrë me laps dhe letër. Do të një pyetje, kush janë dy kampet? Nëse mund të themi që Miri paska Selin, paska po mundohet të rekruton, po mundohet të rekruton. Unë them që Stine po mundohet edhe nisi që mbrëm. Po shumë kuptova që Lorna është më shumë tim Stine. Stine, po, se e pranoj këtë gjë, po. Tjetër si janë të bashkuara grupimet? Po dhe Armiri inxhinieri është Stine, kupton në një lloj forme. Tani do themi ne pse Stine dhe jo Armiri, sepse Armiri hedh dhe mua pëlqen ai si personazh shumë, me gjithë ato karakteristikat e veta, domethënë duket që është sepse ai bën një punë ku është autoritar te puna vetë, tha dhe dje. Edhe kështu që ai autoriteti që ka edhe në profesionin e vet do ta shoqërojë dhe aty brenda dhe do jetë natyrë autoritare. Po ka një lloj indiferentizmi që ndoshta e pengon për faktin që ai nuk është marrë me art, me spektakël, me ku lufta është dhe më e fortë. Dhe ndoshta kjo e penalizon gjë që Stine e njeh. Çfarë është konkurenca, e kupton në këtë aspekt. Atëherë edhe një grupimet, po Vrenozi pra, përmendëm pak Mirin, Stinen, po Vrenozi ka ndonjë grupim, Kristi? Shiko, Vrenozi duhet thënë që është brenda asaj të qenit vetvetja, që është një gjë shumë okay, sepse të gjithëve i themi të jenë vetvetja. Por nuk ka dinamika loje, domethënë aty vjen çdo gjë në mënyrë natyrale kur e bën dhe e thot, dhe ai do jetë siç ka ndodhur zakonisht në çdo edicion për mendimin tim, Vrenozi një personazh i spikatur i këtij Big Brotheri, që do mbahet mend, që është mbajtur mend edhe pa hyrë aty brenda sepse atë karakteristik ka si personazh dhe do vazhdoj të jetë aty brenda. Mund të eci shumë përpara, sepse duhet pikërisht nga që është i spikatur, por nuk e shoh si pjesë. Tani ky do jetë një edicion në grupimesh dhe po themi lufte mes grupeve apo lufte individuale. Siç e tham, kanë filluar të ndajnë grupet. Ajo që më bëri përshtypje është se Stine po krijon grupin e qetësi në heshtje. Nëse Armiri po lufton për të rekrutuar banorët, Stine po rri aty dhe po i shkojnë vetë banorët. Pra Loren po i shkon vet. Okej. Pa ky nuk ka diskutuar fare. Po çfarë po i shkon? Pse po i shkojnë? Është ajo e shkruaj ajo ideja që janë personazhe më të njohur, janë personazhe dashur për publikun dhe gjithmonë është ajo tendenca ti të afrohesh tek dikush që është i dashur dhe i preferuar në publik. Stine atë karakter ka, këtë ka bërë edhe në jetën e tij dhe në karrierë dhe çdo gjë. Ashtu e ka rënë nga produksioni për të mos të ndërprerë që ka një lloj pakënaqësie. Nga Stine? Jo, në kuptimin që duhet pak më shumë angazhim pra. Jo, patjetër pra, po dhe qëndrimi tani të flasim çik. Qëndrimi indiferent edhe kur fliste dhe kur pati atë momentin e tij që ja zhbëri lojën Mirit Xhikës, ngjumi ishte Stine. Po, që kam parë, po më dëm, pra. Nëse Armiri po lodhet, Stine ka ndjen atë qetësinë. Zhbërja e lojës ishte ndimesa që u dha me klipe. Pra u pan tash e theme që u bën nëpër dhoma gjumi, nëpër krevate me goca dhe kjo ndihmoi Stine ndoshta ta rizgjonte dhe i la për të kuptuar që ndoshta ajo që ai kishte menduar gjatë gjithë javës që po bëhej një po thurë një plan, arriti ta kuptonte me anë klipeve që u bën. Jo, ai e njeh, nuk ka nevojë ta kuptojë, ai ja tha ti je vetë shpallur sikur do fitosh bigun pa gjëra që dhe publiku i thot. Do të thënë një gjë që dhe publiku e thot për Mirin, atë thot dikush që ka vetë besim. Ajo që më bëri përshtypje është kjo. Po si mungon vetë besimin Stines krahasuar me Mirin, se janë një realitet. Kam përshtypjen që i mungon pak, e di pse, më bënte përshtypje dje pse Stine çoheshe në këmbë sa herë thuajë diçka duart. Edhe duart trokiste pra, donte një mbështetje, po. Vazhdueshëm për treguar që ja, është e vërtet kjo gjë, kurse ai që ka vetë besimin, ai rin qetësi dhe thotë, "Okay, jeton situatën." Kjo është e vërtet që thua dhe ishte e tepruar ajo. Ato reagimet ishin të tepruara nga ana diçka të brendshme, një frikë të brendshme, sikur atë çfarë kishte brenda. Që nga çfarë kishte ndodhur në indiferencë që ajo përshkrimi duhet shikohet në ditë në vazhdim. Se sa do jetë Kristi dhe ecuria e tij, do vazhdoj të jetë e njëjtë apo ka një ndalim sikur s'po lëviz më? Dgjoj, Kristi tash i varet se sa oksigjen do japi Seno dhe Vernozi. Nga momenti që ai nuk do ketë oksigjen nga këto dy dhe nuk do e sulmojnë, mendoj se Kristi do stopohet me lojën e tij, sepse xha e pam se çfarë lojë ka, mu Kristi më kujton dikur Valerin e Big Brotherit, që kishte të njëjtën mënyrë të lojë, domethënë që shkonte nga smonte dhe donte, Kristi do shumë që ta bullizojnë. Kristi e tenton atë gjën që ta bullizojnë.
se sa do arrit ta marrë nga banorët. Jo, nuk mendoj që do që ta bullizojnë, por ka karakter, shiko, sa mund të them Bajamja. Më pëlqen shumë ta flas Bajamja. Po, gjë se edhe jo, po e di që shumë njerëz nuk ja kanë fiksuar emrin dhe llogaris publikun tani që po na ndjek, që nuk ja kanë fiksuar emrin Kristi se e din ai Bajamës, domethënë. Kështu që në fillim kisha paragjykimet e mia, më dukej pak më ngjante me personazhet e viteve të kaluara që mos kalojnë emra konkret. Mirë po, në të gjitha atë çudinë e vet, Kristi po bën atë që të tjerët nuk e bën, që ndoshta i Rafati që në prajmin e parë, po Bajamja zgjodhi ato krevate dhe e krijoi dinamikën, i krijoi natet brenda, ka zgjedhur të bëjë të keqin, që i keqi i duhet një Big Brother negativi në kuptimin në thonjza, edhe ka shumë durim, nuk është inteligjente, nuk është Selin po qëndron nga inati në krevat, apo vërtet po e shijon atë krevatin aty? Ha, sa pyetje vështirë është kjo tani. Jo, nuk ka pse ti. Po inshallah po e shijon ore. Po jo, po Sara, në 2 prajmet e fundit ka dalë vetëm nga kërvati. Dhe të marrësh vëmendje, të marrësh prajmin me kërvati nuk është pak. Kështu që më mirë rri aty në kërvat dhe do e di shumë mirë që do diskutohet sepse ato e din që janë copëza klipi që do priten dhe do kapen për të transmetuar në publik. Montazhe. Montazhe, se klipet janë montazhe. Remontuar, Dgjoj, po tash normalisht s'mund të japin 24 orë ose 5 orë sa rrin ato në kërvat për të të njëjta gjë që po ngjatë gjithë kohës. Për 60 sekondësh. Kështu që tani ky Seno nuk di të fare me qytet, më duket. Dgjoj. E bukur ishte për kafe ti ftoj si që moti, e ke parasysh nga ato që po, do ftoj për kafe, po e bukur edhe që unë të riqet, ma nuk jam më me Lorën, tha kaloj ke Jola, si ka e goca. Joela, kaloj të ke goca nga Lashi, tash ta do kaloj te nga Joela, tha se po, Lorea ishte e zënë, kjo e jo se provoj me zënë. Lorea çfarë do ndodhi? Çfarë po bën vajzë? Tani hiç, ajo e pas ka deklaruar aty brenda që është e zënë, domethënë dhe në fakt sot ishte duke i thënë, apo mbrëm në darkë. Po fliste me Mirin dhe po i thoshtem ka marrë shumë malli mbrëm pas prajmit për partnerin. Jo, nuk e përmend të fjalën partnerin, po jo e tha, ka një vit që jam në një lidhje, tha, dhe më mungon shumë, tha, do doja shumë, tha. Tani, unë vazhdoj ta theksoj që përpara këngës magjike ka ardhur në intervistë tek mua Lorea dhe ka thënë zemra ime është e zënë, por nuk jam në një lidhje. Jam e hapur për lidhje. Tani ta ndaj cila deklaratë është e vërtetë, ajo që më ka dhënë mua. Çunave dje nuk kanë shanse fare asnjë nga ata, apo. Se di. Kush trekon cili? Po ishte Angelo, Seno dhe kush e ftonte tjetër për kafe Loren, ishte edhe një dikush tjetër që i vinte. Mali është kryesore, se Mali është. Unë me Malin e shikoj atë, do doja shumë të kishin një gjë bashkë. Tani për ta mos ta lënë pa komentuar fare këtë punën e babait dhe Malit, se mund të ketë interes për ta dëgjuar, një koment për situatën. Unë se vjen në live nuk i Po, mirë, dakor, nuk i tham shumë pesh, por unë mua më pëlqeu shumë Mali me vendimin që mori, sepse ai nuk e mori atë vendim i vendosur, nuk e takoj babain, e kupton në një lloj me një inat brenda. Tha jo përpara kamerave dhe ishte gjë shumë interesante, se dhe mua mendimi i parë që më erdhi në kokë është, po mirë babai zgjodhi të futet djalin Big Brother për ta bërë këtë lëvizje, ai mund të ketë bërë lëvizje të tjera që pastaj janë refuzuar dhe ka provuar këtë si të fundit, se dim. Po më pëlqeu që i tha do takohemi, por jo përpara kamerave. Shumë i pjekur si djalë, shumë dhe i vendosur. Se në njerëzit janë të dyzuar, po. Të pa vendosur, për më dion. Dgjoj, mendoj vendosmëria e Malit ishte më tepër mos lënduar t'jo më jashtë. Dhe them vërtetën, jeta është shumë e shkurtër deri për të marrë inate dhe ndëfe me prindit. Pavarësisht çka mund të kenë kaluar prindit me njëri tjetrin, Mali është aty ku është në Big Brother, shfal atyre dy prindit që ka sjellë në jetë dhe ne që si kemi prindrit, unë që se kam timat, e di shumë mirë çfarë do të thotë domethënë mungesa e figurës atrore në shtëpi. Sido që të jetë prindit mund gabojnë, po nuk besoj se i ngelet fëmijëve për të gjykuar gabimet e prindërve. Mendoj që ngeli keq ati kam shtyrë. Ndjesi që dëgjoj, kush e siguron që nesër kur dali larg qoftë se s'vjen asnjëherë gjë nga goja, kush e siguron Mali që nesër kur dali mund ta gjejë jatin. Pra jeta është aq e shkurtër, është aq e papritur sa njëri mund të ngelin shumë pishmane në jetë. Pishmanet janë gjëja më e keqe për mua. Janë pishmanet deri ma besoj që janë. Nëse ai vërtet e ka ndier që nuk ishte gati ta konte. Nuk e di, jo, ai në fillim në fillim ai e shikoi me sy melankolik. A kupton? Po thjesht ai mendoi shumë për atë që se
nuk do të lëndon të t'jamën. Unë dyshoj këtë që përmendi pak Dasar, janë kamerat mes, edhe kur janë kamerat mes edhe shikueshmëria. Po sido që t'jetë, unë nuk besoj se do e ndalon të diçka që thoshte gëzohem që të shoh, gëzohem që e mirë, por nuk është momenti duar për diskutuar këtë. Kjo më shëndovë. Fakti që ke ardhur deri këtu. Ka mendimin tim, Meridiani ka mendimin e tij. Jo, dakor, fakti që ke ardhur deri këtu, fakti që ke ardhur e vlerësoj, por nuk është momenti duar për diskutuar. Kështu që do i vi një moment i duar. Po një gjë, po mirë, po mund ta atakonte. Dgjoj, ne nuk e dim çfarë ka mbrapa gjithë asaj historie. Nuk e dim. Për sa kohë nuk e dim, ta shohësh përballë kamerave kur kanë dalë, janë diskutuar, janë probleme të stërbëra pikërisht, po sepse u tha, kështu që ne nuk e dim çfarë ka mbrapa gjithë asaj për të kuptuar dhimbjen që mund të ketë pasur Mali në atë moment që i erdhi në mënyrë të papritur kur u fut brenda. Dhe s'ka pritur dhe shumë kohë, pak fare. Unë kam filluar të kemi një lojtar të zemrës pak a shumë aty brenda që është Stenaldo. Në kuptimin që realisht duket shumë sqimatar, shumë flet një shqipe shumë të bukur, ka një logjik të mprehtë. Të mprehtë ka logjikën, po, është vërtet. Do jetë një lojtar i fortë? Dëgjoj, unë do të jem shumë i ftohtë kur gjykoj dhe do të jap mendimet pa s'më fare çfarë mendoj publiku, çfarë mund të publiku, por e shikoj që banorët janë totalisht indiferent dhe kanë frikë të diskutojnë dhe t'i kthehen scenarin. Unë mendoj që shumë nga banorët mund t'i kthehen, kanë kapacitetin për t'u kthyer, vërtet është shumë i artikuluar, duket që ka marrë shumë informacione, ka shumë njohuri në mënyrë se si artikulon e gjitha, por e shikoj që kur ju kundërvjet banorëve, për shembull, shumë banorët e kursejnë. Dhe kjo nuk më duket fair për lojën. Sado që tjetë, sepse kur ja ty brenda apo ju kundërvire do fillosh nga ana psikologjike do mendosh çfarë mendoj publiku. Kur të futet në dhomë të rrëfimit ai do nominoj. Dhe është i barabartë. Kështu që në momentin që ti do më nominosh mua për të fituar ti dhe për dalur nga shtëpia, unë do luftoj me ty, domethënë nuk është. Problemi është desa të bindën banorët që aty është lojë dhe mos ta shikojnë në mënyrë se si do gjykohen jashtë nëse do i kundërvjen apo jo. Sepse është ajo frika aty brenda, ma besoj që është ajo frika aty brenda. Jo, ka një farë drejtë Meridiani që e ruajnë disi, domethënë. Po duhet ta ruajnë, se shiko, këtë vit po e bëjnë të gjithë banorët. Nëse po ekzistojnë për publikun, pa aftësisë që ai ka, pra, po themi pa. Po jo, pra jo, sepse nuk të thash, nuk edhe ai duhet të jetë kështu. Po nuk duhet të jetë, po e artikulon dhe ai vet disa herë. E artikuloi që natën e parë dhe mbrëmje. Si tha Brikenas, mos më shoqëro më, sepse nuk dua që atë nuk mund ta thuash. Edhe për mua është një lloj arrogance. Ja, arrogancë është ajo se dihet inferiore. Jo, nuk është inferiore. Po ka hyrë të luftoj ai. Më fal, ti mund të luftosh, po pse shoqërojnë ty tek tualeti ose tek kuzhina që duhet të shoqëroj, sa akoma nuk janë ambientuar. Po mirë, pra po mënyra se si. Po ja, ishte një momenti për shembull i sfidës që duhet visheshin. Po, pse nuk u vesh vet? Si pse nuk u vesh vet? E ndihmuan e veshën. Atëherë po pra, po pse nuk i tha nuk dua të më ndihmoni, se do të shkoj të gjej rroba vetë vesh. Ishte prova javore. E parë në distancë pas 3 javësh, 4 javësh, 1 muaj. Ky personazh do jetë faktor në shtëpi apo thjesht do jetë faktor nuk e di, po do jetë edhe ai spikatur. Domethënë nëse Vrenozi është spikatur për gjën e vet, edhe ai për të vetën. Pastaj sa do jetë në gjendje të jetë shumë aktiv në lojë për shkak të këtij. U prit që do kishte një rivalitet mes dy vajzave, Armeles dhe Brikenas, të dyja super seksi, bukura, zgjuara, po prapë të dyja në kuptimin që kanë. Po mos harro që nuk kanë njëjtën moshë, se Armela është e madhe, ka një eksperiencë me Big Brotherin, kurse Brikena më ka bërë dhe vazhdon të bëj shumë përshtypje, aq e vogël sa është në moshë, edhe më vjen edhe mirë që nga gafa që e bëri Meme, u bë një personazh shumë i dashur për publikun tani që u fut brenda. Po Brikena nuk përplaset në asnjëri vetë. Po se nuk përplaset, ajo nuk është përplasë, është tërhequr në debatet. U përplas me Selinën edhe me Mirin, sigurisht që u përplas, nuk është. I tha vetëm një fjalë. Një fjalë që i tha Mirit ku e bëre Gocti për 3 ditë, jo e bëra për 1 ditë, i tha Mir që u kthy më rëni, kjo ka qenë përplasja që e bëri. Se si bëj Gocun 1 ditë, 3 ditë, 4 ditë, është punë për mua. Po për të kthyer te Armela, ajo që më bëri përshtypje më duket sikur Armela mbrëm pas Prime-it, sikur Miri e rekrutoi dhe Armelën. Sepse po mundonte ta binte pak Armela nga pak. Është lojtare se ka eksperiencë, mund mos të rekrutohet, po mund të interesoj nga që e pa gjatë Prime-it që ai është në qendër të vëmendjes. Po Brikena te kush grup do shkojë? Do shkoj atje ku i Liverdis, ajo ka hyrë të luajë, jam e sigurt për këtë. Dhe duke pas eksperiencë Big Brother e theksoi këtë, dhe herën e parë si ka vajtur mirë, jo për fajin e saj, me ç'kuptova, kështu që se radha nuk fal ajo. Kemi një perceptim në të tre, po përfshit veten, pa bëj pyetje të vetes, kush është i preferuari publiku deri në këtë moment? Unë them që Stinja dhe Miri Xhikës për shkak të suksesit që kanë dhe fansave që kanë, besoj që po. Vrenozi? Edhe Vrenozi, po.
nga kërkimet motori i TikTokut dhe i Google-i ka gjenerimet e klikimeve, sepse nga kërkimet janë 2 më të kërkuarit aktualisht. Kush janë? Është Ilir Vernozi dhe Senofishta. Janë 2 më të kërkuarit që kanë bërë më shumë meme dhe që kanë marrë më shumë shikueshmëri dhe klikime emra që është kërkuar për parë. Po Shkodran dhe i Korçar tash jashtë. Po, ajo tregon preferencat dhe po të vesh re edhe tek Instagrami i Bigut janë videot më të shikuara. Po më pak i pëlqyeri? Nëse mund të themi disa. Njëra që doli mbrëm, është ky gazetari ish i dashur i kësaj Najadës. Angelo, po. Angelo, edhe ky është shumë pak, po të shohësh komentet është i masakruar. Këtë nxirje ti që sot nga shtëpia? Edhe ma bërë pikërisht mua unë nuk i kursej këto punë. Po shiko, këtë vit nuk ka shumë antipatira, domethënë unë Bajamen do e nxirja, po Bajamja duhet ndërkohë, kupton? Po domethënë kjo është personale, s'm pëlqejnë dhëmbët, s'm pëlqejnë vetlla, si e ngre përpjet, po këto janë ca gjëra shumë, janë të mia thash, nuk kanë lidhje me atë që është loja Big Brotherit. Për mua Juela nuk është fare në shtëpi. Okej. Juela, nuk e di edhe emrin, kështu që ma tregove ti. Po mi sa ka hyrë shpejt asa. Ne kemi thonë Bigu është si garat e shpejtësisë. Do të kesh shpejtësi, do të kesh start. Momentin që ti s'ke start, publiku ka filluar atë. Po si ta bëj startin me 2 ditë që është aty brenda? Me 2 ditë ka mundësia debate pafund aty. I është dhënë mundësia dhe më Prime për shembull nuk e dëgjova të flisë një herë. Po ti një opinion për një situatë ke. S'ka rëndësi, mos qefi Mali për shembull Prime që kaloi, munduat të merrte nga situatat e tjera. Për të dhënë një opinion, një koment, fakt vjen nuk u përfshi fare. Zero. Megjithatë, hyrjet e reja që priten me shumë interes, mbase mund sillen akoma më shumë dinamike, apo? Për kjo do flasim pas vitit 3. Pas vitit 3 se një kam vit deri, pastaj do futen tjera. Data 3 janar është shpejt. Po më njëjtë, ca emra që di unë prap nuk është se më ngrofen unë thjesht, kam shumë besim te këto që janë. Tashmë që fillon është. Domethënë një pyetje, fituesi është brenda? Mendoj se po. Apo fituesi nuk ka hyrë akoma? Unë mendoj që nuk ka hyrë akoma. Interesante kjo. Unë mendoj që po, nëse nuk do jetë. Sepse aty fituesi veti ka hyrë brenda, mua s'm ka hyrë akoma fituesi brenda. Jo, unë për momentin, nuk. Se mua bëhet shoqënie këtë punë tash. Po tani shohësh te ana ka. Jo. Unë shikoj dinamikat e lojës, duke ditë emrat që janë jashtë, pritet që të hyjnë, në qoftë se nuk është një A e madhe që flitet për të futur, që është goxha personazh. Është goxha personazh televiziv. Ky kolegu im Ardit Murataj që është diskutuar në media me A e ka emrin, po është A e madhe. Nuk është A e madhe. Që nga Adi Krasta kopar. Aty afër është. Është këngëtar. Është jo më jo. Ardit Gjebrea. Opinionist televiziv është, opinionist televiziv. Albrajdari. Ta marrim ta fusim. Opinionist televiziv. Emra nuk ju jap. Kështu që na voti në mendim ta gjej njerëz fiks, ta kërkojnë njerëzit. E shohin shpesh në top si imazh. Nëse do jetë. Kush qen ka kjo? Mendoj që është figurë shumë interesante, por besoj që shkronja dytë. Mos është që ka qenë në Big apo jo? Është një që ka qenë më përpara Bigësh. Do gjej njerëz me komente. Do ta gjej njerëz dhe njerëzve që kryesisht ta gjejnë, është më e bukur kjo se sa ta themi ne. Çfarë do të javë? Për ta mbyllur apo një gjë? Ta ham vitin e ri. Pritet të dalim preferuarit e javës. Mendoj që prap kjo e Marta do jetë flak. Po, sepse është Marta e fundit të këtij viti. Është Marta e fundit, përveç faktit që është Marta e fundit të vitit, kanë filluar ditët që sot në mëngjes prap me debatet më mëdha. Ironia që po bënte Eugjini me Lorën sot për debatit e Nestit dhe Stinës Stinës dhe Mirit që po bësht të dy. Po lërizi se kur po bën dhe qeshin, thjesht po imiton ato dy. Unë mendoj që klipet tashmë janë ato që do fusin atë flakën në shtëpi, atë uraganin në shtëpi. Jemi gjithë për të parë dhe për të dëgjuar, kështu që dëgjoj, do të them mbyllim. Do më japësh sa leksione për këto live-et në tani. Ikëm po mbyllim këtu se do Marta se kemi ca boshllëqe.